Here we go to Greece again. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. It's me, your favorite YouTuber. Dhe nga backgroundi mund të reni të kuptoni që ndodhemi në Athinë. Jemi te shtëpia e prindërve. Nuk e di çfarë po ndodh këtu që po vraponi me motor kënde ande. Ja, diçka dëgjova krak. Kontrollovi, po ishte mirë makina se dëgjovi krak. Makina shqyqur zotit ishte mirë. Dhe që thoni herën e fundit që unë ndodhesha në Greqi në Mars për ditëlindjen time. Ditën e fundit që kisha të plot në Greqi, më merr në telefon burim e më thot, "Do të ikësh në Greqi në datën 9 maj?" E them unë nuk e di o burr, pse? Më thatë se unë do kem pak punë atë javë, edhe di që ti mërzitesh kur unë kam shumë punë, edhe hyra kontrollova për bileta. Në atë javë ka bileta të lira për Athinë. Don të ti pres. Po burr nuk e di, të kthejmë njëri në Itali, të diskutojmë, ta shoh edhe të them. Edhe më thot Klejt, çfarë kemi për të diskutuar? Don të shkosh apo jo? Edhe me mua ndërkohë ishte Elana edhe babi, edhe ja bënin ata po, do vi, po. Edhe mi previ Klejti biletat. Kështu që herën e fundit që idhem nga Greqia, e dia kur do vi përsëri. So here we go. Komplet gjumë, dje kemi ndentur me kushërinjt deri në orën 2 të natës duke lojtur, jemi kënaqur. E përhallesh që sot mami na ka zgjuar që ora është gja 9:22, sepse sot është festa e mamit. Edhe na tha mami që don të shkojnë në një vend sot, nuk e mbaj mend ku. Stenoj Vias quhet faktikisht, nuk e kam iden ku është. Sa kuptova është edhe pak stil pylli. Që shumë jashtë gustove të mia, nuk më pëlqejnë pyllërat e këto që are zero, po mami edhe Eleana vdesin. Edhe ashtu që hajde shkojmë. Ishte për mua shkonim xhiro në qendër të qytetit. Unë jam gocë qytet, nuk më pëlqejnë pyllërat e natyrës. Veç po të jem kap shtica, aty më pëlqejnë. Gjithsesi mbas edhe më pëlqejnë edhe sot e kënaqem edhe koca po grindem tani. Por do shkojmë atje dhe atje ku do shkojmë është 1:30 rrugë me makinë. Që jemi zgjuar herët. Plus babi sot punonte, po I thash babka una këta weekend jam vetëm këtu. Pastaj tjetrin do ik, nuk kemi ditë tjetër të rinë të gjithë bashkë. Edhe e mori pushim si përfundim. Unë nuk e di po e shikoni, obviously e shikoni, më ka dalë edhe një herpes, sepse ju kam thënë shpesh herë. Por më bëni sidomos as ka njërin me tjetrën më thoni Angela si përballon ti stresin. Angela nuk e përballon stresin. Unë mund t'ju jap një këshill, po Angela nuk di të përballoj stresin. Edhe duke qenë që realizuam bazarin para ca ditëve, edhe unë u stresova shumë për këtë gjë. Dikush shkroi edhe në komente çfarë stresoheni vetë deshi ta bëni apo diçka të këtill, nuk e di. Po desha ta bëj, po kjo nuk do të thënë që unë nuk stresohem që ta arrit ta realizoj mirë edhe shkoj çdo gjë mirë. Unë jam një njeri që më pëlqen perfeksioni, edhe por nuk jam edhe aty afër që të kontrolloj çdo gjë. Sat. Nuk më duhet që sa u zgjova. Jo, kështu që sapo u ktheva në Itali nga Shqipëria që mbaroi bazari më iku stresi, trupi im tha, merr një herpes. Ka kjani kam ngjar babi tim, edhe babi im është paga shumë si unë. Ç'a me herpes? Me herpes kur stresohet. Psikosomatika quhen këto motra. Tani psikosomatika si quhen në Shqipur nuk e di. Psikosomatika. Por jam kaq shumë e lumtur që jam në shtëpi e prindërve. Do hapi. E shikon që kam plagosur këtu. Uçur të dal. Buongiorno babka. Yes. E grazie mille. Micheli, bravo re babi. Ja, prindrit që të njeh. Tjetër vend motrës, tjetër vend mua. Isa kaliteros babka ser babka. Thank you. Dhe të ljoni si agapi Nolla tos. Hajde këtu. Outfitim, plus pingume, që unë e kam marrë në pazar, kuptohet, me 3 euro, po pingumen ishte. Mami. Gëzuar ditën e mamit. Agapes mu. Kjo ishte Netflixi. E Ku e kishe fshehur këtë surprizë? Surprizë, ta blem ndje, nuk e pe vërtet. Po, ku e kishe? Nuk e pe, po Savalinës. Skrivani e stilë. Agapes mu e si. Për mamkën më të mirë në botë. Jo që je jona. Si bje të pipe më rrënjë. Ti soj, skaq. Edhe pantalon. Nga si mësaj. Unë jam veshur me rrobat e motrës. Super të bukura. E motra ta marr pak edhe objektivin e vogël. Provoi Lana të vinte këto syze, por nuk i pëlqevan. Edhe I provova unë. Nuk I pëlqyen. Edhe më duket sikur po më shkojnë sot. Nuk e di Peroci, unë gjithmonë nuk I para mbaj këto syzet e vogla. Më duket vetja si John Lennon me syzet e vogla. Në të mëdhaja të duket si... Në ato të mëdhaja më shkrojti një gocë. Di qa duke e qeshur ti kur e lexova mesazhin, më shkrojti që ngjoj me një aktor grek, Stathis Psaltis, do ju lejte fotografin
që më çovi. Edhe kishte të drejtë. Një lloj isha si ai. Më shkruani pak ju një mendim. Do you like it? Këto janë lulkat që i morë mamit. Adhurova këto të dyja, nuk e di si quhen, po i adhurova. Po edhe këto janë super, këto të gjitha janë shumë të bukura, gjithë kompozimi. E pastaj ngelet vazoja. Tani vazoja është pak roz, nuk e di ku do e ver. Nuk ishte të bardhë. Po skaqe. Do ta luaj të bardhë. Motra, trego pak stilin që i bëri mami. Prit tani, prit se pa ma heq petllën që ke hedhur e blu sipër. Mami, je fash icon pero. Je. Ja, po nuk më dëgjoj. E di çfarë, të shkojnë re babi, shumë mirë të rinë. Ta bluskën e asolla babit nga Italia të Tomit. E bëri se... Faleminderit. Më pa mua e më kopjove. Ai, vërtet, meqi sot. Ndërsa unë vesha pantallona të bardha stilino, vesha këtë bluskën, këmishkën, që ja kam dhënë unë Elianës. Që ta kam dhënë unë ty. Anche da Mua mua. Maria. Është lino, është me meng 3 qerekshi, po shumë e bukur t'ju them të drejtën. I like it very much. I like it. Ti more biskotkë vetëm për vete? Edhe do ta haj dhe unë gjysmën. Ha ha. Komshia ime, mirë që ka lënë atë që është lavatriçen aty ka 7 muaj. Po tani kanë nxjerrë edhe një radio aty. Jam marrë një plakritër. Ha të lumt goja ke tula mu. Tororororororo, koncert për ditën e mamit. I've tried over and over to be happy again, but I can't seem to get over thinking this will never end. Too many beautiful nights I spend my time alone. Can't seem to have an app. Arritëm që thoni rrugës. Shti kur zjesh në mëngjes pa kafe. Këto të dyja po më bullizojnë, po thënë që jam në kjo macja. Kjo këtu e shkreta, i thënë jam unë kur zyojmë në mëngjes e nuk kam pirë kafe. Parë prindër të bullizojnë fëmijët e tyre? Se më duken kockat, prandaj. Rrugës kishim filluar muhabet pensionin edhe ligjesh që ka bërë Italia me pensionistat në Shqipëri me kënde ande. Janë e fëmijët që luajnë futboll. E lam GPS-in nuk e pan fare derisa thot motra, ore, po e shifni GPS-in? I thash, ore, nuk po e shohëm. Por e gjetëm. Gjëra që ndodha. Filluam ne të hypëm malin, po nuk ishim ngrënë mëngjes. Nuk e di po dëgjojmë se është plot me fëmijë. Ju që keni fëmijë që janë në këtë fazë të jetës të tyre, ju lum për kurajon që keni. Një orë nuk po mundem të ri këtu e ulur. Motra ime tha nuk mund të hyp malin pa ngrënë dhe erdhëm të hajmë diçka shpejt që të hypëm malin. Time for getting up out the door, but I'll get my shit together one of these days, and I'll start to feel better. Maybe I can change, and I'll realize it's not so bad once I get out of my head. Nuk e di po jo thash, po është festa e mamit sot. Sot është festa e mamit internacionalisht, nuk është data 8 mars, ju kam thënë shumë herë, sepse ajo është festa e gruas. Mami me donatyr, prandaj erdhëm këtu, prandaj morëm edhe lulkat. Kështu që gëzuar të gjitha mamkave të bukura. Motra ime ka erdhur në natyrë me shapka. Ulëm përsëri të hanim, do me thënë hangri mami me babin, se unë me Elianën morëm një pjatë me patate bashk, edhe prapë se mbaruam. Edhe tani u futëm në makinë, jemi të gjithë kështu të vdekur, ora ka vajtur 4:30. E duam gjumë të gjithë. Me sa na tha mami na kishin marrë mësysh. Edhe e dini, mami është magjistarja më e talentuar e Shqipërisë edhe e Hogwarts. Talluni me mua. Je mirë apo je e deur? Unë jam tap tani dua gjumë. Super mirë që ngemi të gjithë. U kthem e tha babi, doni të shkoj direkt të marr kafe, se ora ka vajtur 6 në këtë pikë. E mami tha çfarë kafe, unë dua të fleo burr. E babi po thoshte, "Gru, flet e karçor." Çfarë? Mac ka të vuckla. Reja she smurë re. Ze zemra kur i shoh kafshët e braktisura ashtu. Sa mo kja hajde ni marrëm kafe, po këtu ku marrëm kafe është afër shtëpia e tezes, mami Nadias. E tham hajde ni marrëm kafe ne pim direkt ande. Babi po na merr kafet, neve avash po shkojmë te tezja. Op tezja, nxori të hedh plerat. Je edhe një koqire ka muto. Ja edhe të obori tezes, shofëm qartazi lule. Jam besoj e vetë një e familjes time që nuk di të mbaj lul. Avash, hyç, gocat forta re. Popullin shqiptar e kanë vjedhur e kanë bërë batërdin.
U kthevëm për shtëpi. U kthyem. Sa unë të flisni, amërve. Ju kam thënë që bëjmë rrugaçe kur vi këtu në Greqi, se kam dalë kur kam erdhur thuajse. Që ditën që kam erdhur kam dalë në mëngjes e kthem në darkë vetëm për gjumë, ose të bëj një dush, kaq. Edhe tani më shumë mundsi do ridalem me çunin misterios, se është dielës dhe sot kishte pushim, brenda javës punon edhe tha hajteni të dalëm sot që jam edhe unë më i shlodhur. Edhe burrin tim se ka marr fare në telefon, shoh çfarë bën, domethënë më dërgovi ca foto ai, po stukonte diçka te dushi, po vinte diçka po bënte te dushi. I thash burr, po t'jetë të bësh punë shtëpie, kur unë ik, do filloj të ik më shpesh. Është vetëm në mënyrë. Ja administrator, ja. Ndërsa mami gjeti ca libra aty poshtë, pallati jon që dikush i kishte në një kuti, më tha, "Do këtë librin." E po mirë i tha sillet, se mbase më pëlqen ta lexoj. Do i bëj edhe hol me gjërat që morëm te fshati. Ishte aty njerëz që shisnin ananas rrugës. Se ty në restoranti marrëm një kavanoz me mjalt. Morëm edhe rigon, sepse unë e përdor mjaft rigonin. Më pëlqente patatet, më pëlqente mishi pulës, te vezët në përgjithësi. E kam në shtëpi rigon që më kishte dhënë mami. Edhe morëm edhe këto rigonkat, ishin 5 euro këto të treja. Mbajnë erë shumë super të mirë. Edhe po i njëjti person aty kishte edhe veska, tha janë të sotshme të mëngjesit. Tani na tha të vërtetën, sa tha të vërtetën, unë nuk mundem të testoj vezët e robit të huaj. Morëm edhe ca veza të freskëta, morëm 10 softi kemi. Ndërkohë motra me mamin time nuk ishin me mua edhe me babë në atë moment. Neve ulemi te restoranti që të hajmë, vjen mami thotë bleva mjalt. Kam bler po të njëjtin mjalt me babën. Por s'ka gjë. Këtu brenda të shtëpia kolli konsumohet mjaft mjalti. I humbur nuk do shkoj. Ndërkohë dje bleva llokume. Ka një fabrikë këtu afër shtëpisë tonë që prodhon. Vajta mora llokume trëndafili që mua më pëlqejnë. Në këtë shtëpi vetëm mua më pëlqejnë me sa kam. Ka as herë tjetër nuk i han. 1 euro e gjys. Asgjë nuk i pagova. Por nuk i kam provuar akoma. Ato që kisha marrë në qendër të Athinës, një herë tjetër ishin më të mira. Kështu. Nuk vdisa. What are you doing? Mundojmë të vdes në TikTok. Të vdes duke parë TikTok. Produktive, motra. Isha gjithë ditën. Ku? Atje ku vajtëm. Unë hejtë atje në përmale, motra bën foto, vin atje, bën foto në ujin të pyllit e natyra, e pastaj shkon pi kafe në për lokale. Edhe bën sigur i pëlqen natyra. Ndërsa ti hece 5 minuta. Unë të paktën heca. Mua të paktën më pëlqen vërtet. Ti grindesh gjithë orën, që të bëjmë këtu? Unë nuk kam thënë që më pëlqen. Do të tregosh se sikur të pëlqen dhe pastaj shkon. Motra, ne do dalëm se nuk kuptova. Po, jo tani. Kur? Për do një orë. Për do një orë do ja hem futur gjumë unë. Po presë të dalëm edhe bura pak story sot nga dita e sotshme. Edhe disa nga ju gocat po më shkruani edhe 100 të bet mami, por mami nuk ka ditëlindje, ose po më shkruani që Angela më fal, po nuk është data 8 mars, dita e mamit. Është ajo që ju thash parë, nuk e di pse vetëm në Shqipëri ka ngelur kjo që data 8 mars është dita e mamit e jo e femrës. Ma kishit sqaruar, po e harova që disi kishte ngelur ky si muhabet, por si ju thash internacionalist nuk është data 8 mars. Edhe desha në këtë pikë të komentoj diçka që pash në TikTok, besoj keni parë shumica. Një gocë që kishte thënë që japën bezdi femrat mbi 30 vjeç që nuk bëjnë fëmijë, ose thënë që nuk kërkoj një partner sepse jam e fokusuar te karriera ime dhe nuk krijojnë familje. E më duket që deshte të thoshte që nuk janë një shembull i mirë për më të rinjt apo diçka të këtillë. Nuk e di pse kemi ngelur me këto mendimet, kaq nuk e di as po duhet t'i quaj të vjetra apo si tjetër mund t'i karakterizoj në Shqipëri. Ndojmë shumë të diskutoj për këtë gjë. Këtu edhe 6 vjet që bëj YouTube, sepse nuk është e bukur ta kemi trurion si fakt që çdo femër do fëmijë. Nuk duan të gjitha femrat fëmijë o femrat të tjerë. Base një femër, ju kam thënë 1000 herë, më erdhi një mesazh nga një ndjekse tani që më tha Angela, edhe unë jam mami i 2 fëmijëve, po qoha në paraj sepse kam abortuar. E më duket ishte te aborti i tretë kjo goca. Edhe nuk mundem as ta imagjinoj se e vështirë mund të jetë kjo gjë për një femër. Një femër që po mundohet të ngelet me bar, po nuk ngelet. Sepse ka probleme, sepse mbasi duhet pak më shumë kohë, sepse njemi sepsera. Pse duhet të dalësh publikisht të thuash kam bezdi femrat që nuk bëjnë fëmijë mbi të 30-tat. Femër base nuk do. Edhe pse duhet të jap llogari ty pse nuk do, apo të rritë të sqaroj ty pse nuk do, ose se duhet të jetë shembull i keq ajo që ajo për veten e vet nuk do fëmijë. Pastaj pse ta vesh një njeri të mendoj keq për veten e vet, se mbase një femër mbi të 30-tat po mundohet të bëj fëmijë edhe ka abortuar. Mund të ketë abortuar 1 herë, 2 herë, 3 herë, 5 herë. Ti nuk e di këtë gjë. Edhe ta dëgjoj këtë fjalë në shprehjen tënde online, edhe të thotë çfarë po shkon gabi me mua? Pse unë nuk mundem të bëhem nem? Pse mua Zoti nuk më jep atë që unë kërkoj? Se barabart nuk është në situatë kollaj. Pse duhet t'ja rëndojmë tjetrit akoma më shumë këtë situatë? E them, kemi gjithë këtë fuqinë neve që përdorim platformat, social media, që t'i japim mesazhe të bukura, që t'i japim inkurajim, që t'i japim pozitivitet.
por zgjedhëm që të japëm gjithë gjërat e kundërta. Të japëm negativitet, të japëm mendime që nuk na i ka kërkuar asnjëri. Çfarë do të thotë që ty të japëm bezdi femrat që thon unë po fokusojmë te karriera ime. Ti do të bësh fëmijë deri në të 30-tat. 1, 2, 10, do të bësh 10 fëmijë, bëj 10 fëmijë. Ka erdhur një grua mbi të 30-tat e të ka thënë ty, pse ke bërë 10 fëmijë? Sepse unë për veten time nuk do bëja 10 fëmijë. E mua më japën bezdi ato që bëjnë 10 fëmijë. Asnjë femër që nuk bën fëmijë nuk shkon edhe thot një femër që ka fëmijë, pse ti bëre fëmijë? Po pse duhet të gjykojmë nga ana tjetër femrat që nuk bëjnë fëmijë? Ore vlla, shif jetën tënde, bëj familjen tënde siç e do ti. Ti don që të bësh fëmijë deri në të 20-tat, nuk të intereson ai shumë karriera. Super, shumë mirë, bëje. Si të gjykosh atë tjetrën që për atë tjetër në intereson më shumë karriera. Pse duhet të gjithë të duam të njëjtat gjëra në jetë? Nuk i duam të njëjtat gjëra në jetë. Nuk jemi të gjithë të bërë një lloj. Edhe kjo nuk do duhet të jepte bezdi asnjë njeriu. Nga momenti që zgjedhjet e asaj femre ose atij burri, çdo lloj njeriu, nuk prekin të drejtat e tua edhe nuk ofendojnë qenien tënde, atëherë ty nuk mund të jap bezdi se ç'o bën ai me jetën e vet, ose çfarë zgjedhje ka bërë ai për veten e vet. Është kaq shumë vështirë të kuptojmë kaq gjë. Më duket që është normaliteti. E më duket absurde që në 2025 duhet të vazhdoj të sqaroj normalitetin. Lerini njerëzit të jetojnë ashtu siç duan jetën e tyre. Mos jepni mendime që nuk duhen. Jepni mendime për gjëra që duhen. Dilni edhe përdorini këto platformat e zarin që keni për të përcjellë një gjë të bukur, për të përcjellë një mesazh të rëndësishëm. Flisni për luftën që po bëhet kaq kohë në Gaza. Flisni për luftën që filloi në Pakistan edhe në Indi. Flisni për gjendjen tonë të politikës në Shqipëri. Flisni për ekonominë. Ore doni të jepni mesazhe më filozofike. Flisni për filozofinë. Pse duhet të flisni për zgjedhjet që bëjnë njerëz të cilët as nuk i njihni, edhe as nuk e dini çfarë po kalojnë në jetën e tyre në atë moment. Mundohu të japësh gjëra pozitive. Flas me veten, e bëj shpesh këtë gjë. Edhe them, ore jam unë e çmendur. Ore i shoh unë gjërat shumë ndryshe nga të tjerë. Por nuk besoj që jam unë problemi. Do më thosh është ajo goca tjetër problemi që ka mendimin që ka. Nuk është problemi që ka mendimin që ka. Problemi është mënyra e të shprehurit këto mendimet. Problemi është që nuk mendon që mundet të lëndoj një femër tjetër e cila nuk ka nevojë për këtë lloj lëndimi në këtë moment në jetën e vet. Do të thënë është gjë tjetër të thuash që unë për veten time ndëroj edhe do desha deri në moshën 30 vjeç, të kem bërë fëmijë, të kem krijuar familje sepse kjo është gjë që mua më pëlqen personalisht. Edhe është gjë tjetër të thuash, mua më japën bezdi femrat që nuk e bëj. Lek, se duhet të japën ty bezdi. Por më bën ding ky muhabeti i fëmis, se dëgjoj edhe unë shumë shpesh te komentet e mia e te DM-et e mia, Angela u bëre 30 vjeç, të ka erdhur ora të bësh një fëmijë, Angela u bëre 30 vjeç, është momenti, Angela më vonë nuk do mundesh të bëhesh me fëmijë. Nuk e keni idenë juve, unë e dua një fëmijë ose po unë kam mundësinë ta bëj këtë fëmijë. Realisht nuk e keni idenë. Unë mund të jem duke bërë prova të bëj fëmijë edhe ta abortojë ju, nuk e dini. E më flisni për diçka që nuk do duheshe të më flisni. E kuptoj që ndjekësit e mi e bëjnë me dashuri. E kuptoj që shumica e njerëzve nuk e thot me të keqe, e thot në formë këshilleje. Por është muhabet aq delikat që do ishte mirë të arrijmë të kuptojmë që nuk duhet as ta themi në formë të mirë, as në formë këshilleje. E sigurt nuk duhet të na japën bezdi femrat e tjera që nuk e bëjnë. Okej, kaq. Je bërë me tortë në përbuz të keqen motra. Hungry there. E mirë ishte. Unë nuk hëngra. Ti ta provoj edhe më pak. Jo, nuk do të pëlqej fare. Edhe mua më haj tani. Mbas tortës, dua diçka të kripur tani. Ti kisha tani një bugaçe me salcice. Jo me salcice, re bugaçe është me qofte. Me qofte. Motra nesër duhet të më kujtosh të bëj ato punë që kam të bëj. Jam shumë të rëndësishme. Shpresoj të mos zihem. Që do zihemi. Do shembemi në dru. Sepse këto kohë erdhi Elena në Trentino, pastaj u takuam në Shqipëri, tani erdha unë në Greqi. Kemi filluar të grindemi me njëra tjetrën. Mom to be my baby. Do bëjmë shumë dzia e mirë, besoj. Pritani, se diçka po thosha, po grindemi shumë Elian. Jemi te ajo faza që nuk po durojmë dot njëra tjetrën. Kam frikë që derisa ti do rifemi, edhe problemi nuk është që do rifemi, sepse këto gjërat ndodhen në mes motrave. Problemi është shumë do hadruesh e sigurt. Jo, kam një ide. Thotë se do jetë genius. Do të vish majnë tjetër prapë të shkojmë në plazh. Ose të ikëm në Shqipëri majnë tjetër. Për plazh. Si do ikëm për plazh? Po, keni ndonjë hotel që do të na sponsorizoj? Të vim të rim 5 ditë në plazh në Shqipëri, në një vend të bukur. Ju lutem na shkurani. Unë në Shqipëri. Në Dërmi kam dëgjuar që është bukur. Në Dërmi, na shkurani po nga Dërmiu. Nga Dërmiu. Ne do vim. Do ju respektojmë. Ere do të pronontoj të ikëm nesër në Agistri. Ere do të shkojmë në Santorini. Po diskutojmë një gjë e cila nuk do bëhet, nuk do shkojmë as sekundi. Po nuk mundemi të ndajmë mendimet tona me juve. Eliana ka marrë një super parfum, do ja u tregoj tani. A ke treguar? Është kjo Dark
romans, 22 euro the. Po. Do shkoj do i marr edhe unë. Mban fantastik. Shikoni, ma trushka ime si gjithmonë ndrua, veç për night time. Una shtova këte pulloverin sipër, se shumë bukur jam veshur. Unë ndrova që parë se erdha në shtëpi bura për të larë ato që kisha. E veshë bijame, tani nuk mund t'i mire prapë nga E pore motra mire ke. Por që s'më bleve një lule mua sot që jam mamaja jote e dytë. As gëzuar. E kisha menduar, e kisha që në mëngjes që e mendova na. Motra, Kjo vazë është për ty. unë ta kam larë. Kjo vazë është për ty, motra ime bukur, është leopard kështu estetik për Instagram, ta marrësh ta kesh, me trandafil ka këtu, Që nuk kalben, thuaj. që nuk kalben, dorim për gjithmonë, për një jetë, siç do jem edhe një jetë unë pranë teje. O këpute. Sa jap fare, le këtu për mami. Ja kam ndruar panolinit kur ishte vogël. Ja kam larë prapanickën që kishte me kak. Okej, kush ishte duke ngrënë ju beft mirë tani po. Shive si ta kthejnë me mami, shive si ta kthejnë. Ti lutesh për një lule, thuaj. Ose Gjitu lart në taras me gjete me rule do gjesh aty të freskët, si. që kur e ke berë me shtar zora, se nga goja ime i heqe dhe ja jap asajt. E shife, nuk të vlerësohet asja në këtë jetë, po kaq, miru pafshim. Hajde, ja kaloni bukur. Gjithsesi, unë pranoj edhe lek në IBAN. Nga dita tjetër. Po provoj këtu të motrej me këtë centelan transparente, që centela e re, një nga centelat e reja, që kanë nxjerr disa formulat e reja. Edhe më pëlqen, është shumë formule freskët, edhe hidratuese. Që thoni zyre mund sot, po ndihem shumë rehat në krevat, po ndihem shumë e hapur, krah, duar, këndeja, ndek. Shafun ime motor nuk është. Pa shumë zyre me motor. Wow, shohorën 9:20, thash s'ka shanse të jetë zyre me motor. Një në darkë, të dy shtrim në krevat. Unë fjeta motrej me po digjosh në TikTok. Sot në mëngjes e gjeta duke fjetur te divani. Çfarë ka ndodhur? Nuk e di. Sot e vërtet është që kam pak punë, disa përgjigje që duhet të kthej, duhet të bëj disa pagesa. Për në njerëzit që kemi nip në Itali, muaj që vjen, më duket, është muaj që paguajmë shtetin, taksat njërën tjetrën. Duhet të bëj pak muhabet me ekonomistin time. Kam të bëj këto lloj gjërash, grown up things. That I really don't like at all. Unë do desha thjesht jem një princesh që nuk merret fare me këto gjëra, që ka super shumë lekë dhe nuk i intereson fare shteti, taksat, ekonomistja, pensioni, sigurime shoqërore, këndet. Do desha t'jem thjesht një goc princesh që janë atë që i pëlqen në këtë jetë. Bukuria jote. Problemi është tani, ec ta zgjoj unë me motor, duhet të bëjmë luftë çdo mëngjes. Por ka edhe ajo të bëj punët e veta. Plus mirë do ishte që të shkonim një herë të mirënim kafe, që të mund të bëj edhe unë punë. Ndryshe është shumë e vështirë situatë. Kam amigo Milao, Brasilia. Tani mund të jenë ata të ashensorit që na vjen me vezilës se kemi babin administrator. Maybe. Mund të jetë për i paku e motrës time. Motra ime do shumë orë që të bëhet gati, nuk po të shoheshin nga krevati, kështu që po i të marrë kafe në vetë, se unë u bë një orë që më quar, edhe nuk mundem të rita presë çdo ditë një orë. Ata ashensorit ishin si përfundim që i ranziles. Unë tani po mendoj t'ik një herë në supermarket, të marrë që të ha një molto diçka, e pastaj t'ik të marrë kafe. Se edhe po më hajt përveç të tjerave. Dje, ato dy patat ka të hengra una për drek. Për dark nuk hengra. Që tani barku im po bën grr. Ato të dyja janë të preferuarat e mia. This is my treasure. Edhe tani mund të filloj produktiviteti. Unë para se të vi këtu, mendoja që kisha të bëj edhe shkallën e pallatit. Edhe unë nisa për këtu të premte herët në mëngjes, në orën 5 të mëngjesit. Te tash, duhet të bëj shkallën e pallatit, duhet të vetë laj rroba që të ketë burim, rroba të lara. Duhet të fshi të laj, të le dhe kuzhinën e pastër, banjën e pastër. E kam bërë me dush, me lavaman, me të gjithë. Plus bëra shkallën, se mendova që kisha të bëj shkallën. Mbarova shkallën tende, një shkruaj kom shefi. Bëra sot shkallën duke qenë që nuk do jem brenda javës, se normalisht e bëjmë weekendin shkallën. Edhe nuk më përgjigjen gjatë, më thonë po, jo, mirë, keq. Pastaj të shtunën komshia, e më thot, Angela, më duket ishte java ime për të bërë shkallë. E thash, e di qarë, më duket edhe muaj që si përfundim nuk ishte java ime për të bërë shkallë. Edhe kam bërë kot shkallë, për tani i bera. Edhe i futa një unë vetes më tepër që nuk e kisha nevojë. Më duket i kisha shkruar gabim te kalendarit, se kam kalendarin, po më duket kisha bërë një datë gabim edhe që aty kam vajtur të gjitha gabim. Edhe muajin e kaluar i kisha rregulluar, po këtë muaj harova. Super nice. Vjen ndar ika nga kjo dhoma, sepse më kishte zënë një dhimbje barku. Edhe ika të fle në sallon, se nuk mundesh të fle. Po
Por përveç asaj, motra ime që gjithë orën grindet që unë e zej gjithë krevatin e unë këtej e unë andej. Po, do filloj të thot gënjeshtra tani. Nuk të nxora fotografi edhe nuk kam provë për këtë që them. Kështu që unë nuk e besoj. Të natë do t'i bëj foto e do t'i keni me prova të gjitha nesër. Motra ime, kur fle, mendon që nuk ka gjithë krevatin sepse e ka kokën këtej, i ka edhe këmbët këtej, por shikoni ç'a bën, i ka këto këtej, e pastaj ma bën ma kështu, edhe fle kështu. Nuk është e vërtetë. Edhe pastaj më thot, "Jo, re ti e ke zënë gjithë krevatin, jo, ti kështu, jo." Nuk është e vërtetë. Vallai do të nxjerr foto. Vetëm kur ta shoh do i besoj. Po. Deri atëre nuk e Të besoj. gjitha këto që thot motra ime janë gënjeshtra, thjesht do të më bëj mua sigur nuk flere, hate, qete dhe... Motra, sot që ti i ke ande, unë shumë bukur fjeta. E që parë më thot, hajde se dua të vej një fshes. Jo, nuk thash Jo, dua. jo. Thash duhet vën një fshes në shtëpi. Po, edhe motra ime vete thot e pastaj më thot, vere ti fshesen. Po duhet të mësosh. Nuk dua të mësoj, di shumë mirë ta ve fshesen. Nuk di të mësosh. Nuk dua ta ve fshesen. Motra, Shtëpia më duket e pastër, Po. nuk duket dritë shtëpia. Krazi, kjo është problemi. Ti që të duket e pistë, merre fshesën, fshi. Realisht shtëpia hec pa çorape, edhe të ngjiten flokët tona nëpër këmbë. Është plot me flok, kudo që të shofësh, është plot me lesh. E jemi 3 femra me shumë lesh që na bjek. Është plot lesh që shtëpia duhet vëmë shit sepse s'bën është e qelbur. Motra si duket dritë. Edhe mua më duket që natën nuk ze vend të krevat. Si ta transformoj unë këtë motrën në një koqire? Nuk e di çfarë tjetër duhet të bëj. Ja, me kam brenda. Nuk ke asgjë. Zero një koqir lex ke në këtë moment. Po. Mbase kur ti kesh në shtëpinë tënde ta krijosh, nuk them jo, po momentalisht nuk e 0%. Motra, po më vura fshes, ti çfarë të bësh? Do rish në krevat. Vetëm shani. Për të sharje. Le mom dhe mbarku po të them. Prit të bëj pak food content. Shtëpia u pastrua, vura fshes në të gjithë shtëpinë. Nuk u bë ndonjë punë me themel super mega jo fare, por u hoqa jo madja. E tani po na hajt drejt. Më thash të bëjmë pasta me pesto rosso atë që haj gjithmonë. Po motra tha, "Se nuk bëjmë një salcë tjetër." Salcën e Gigi Hadid, që është pak më... Si bëhet kjo motra tani? Duam 250 gram pene. E kemi rigatoni. Vaj, një qep, hudhër, salcë domate, pana, parmezana edhe gjalp. Okej, ku është qepa të filloj të presun qepën? Po kjo qepa këtu? Këtë e përdor mami më duhet për ajerin. Mami lën një qep të prerë në mes që të thith mikrobet. Është e bindur që kjo gjatë thith mikrobet nga shtëpia. Po. Çdo herë kur jam e sëmur, mami vjen, sjell një qep më të dhoma, më thot mbaje këtë. Mban gjithë dhoma, qep ndërkohë. Faktikisht hidhen makaronat te salca, po tani neve e kemi shumë të vogël atë tiganin e po hedhim salcën te makaronat, skaj. Besoj që nuk bëhet kështu. Por salca duket shumë e mirë. Do e provoj ta bëj prap në shtëpinë time, se ishte edhe super kollaj. I preva qepkat pak më të mëdha se sa duheshe. Robi provon, pa mëson pastaj. ASMR. Për një herë në jetën tënde kisha një ide geniale. Motra ime njerëz nuk më dëgjoi, ka prekur puçra. E si shikoni ka bërë plagë, kështu që mos u bëni si Eleana. Unë aq dua. Do ngelesh e dobët. Mirë jam motra mja. Po se të merr burri kështu me kokë. Më ka marr. Po të le pastaj. Ti e ke provuar këtë si recetë? Unë s'e kam provuar. Unë kam provuar edhe me bacon. Jo, ashtu nuk e provoj. Edhe me bacon është shumë e mirë. Të vinë edhe bacon brenda te receta del akoma më shishme. Është mirë. Duam të provojmë të bëjmë makarona me vodka, spaghetti me vodka. Normalisht vjen edhe këtu vodka, po do. A vërtet, nuk e dija. U kthye çupa. Që vajti e mori çupa. Gjithnjë më merr shumë. Epe? Marr makinën, kam 2 shoferë. Atë të parë kam çik të vështirë, vini lodhur edhe shumë erë për ton, po më është për kjo shofere privat. Bravo çupa. Ti çfarë bën sot? Si e ke kaluar? Mirë, mam kam. Tu hapni dritë. Ke makarona shumë të mira që kemi bërë me salcë, se ka bërë Eleana. Kemi vënë një fshes në shtëpi. Bravo, e lumshë dorshka. Edhe kështu që ti mund ta hash e të shtresh të shlodhesh në darkë të gatuajmë. Shkon shumë kjo ngjyra jeshilkë. Kos kam tani që kam ngjyrën time të dashur. Mos mbaro gatimin, dua ta shoh ta mësoj ta bëj. Nuk e di çfarë do bësh për para. Do të vish. Babi të thonë na shko në supermarket se dua të vi me ty në supermarket. Mua më thua mos e mbaro gatimin se do. Filloje gatimin e pastaj do mësua si bëhet. Okej. Po ikim sepse të shkojmë të bëjmë me betulla, të heqim sepse jemi bërë si gogolesha. Si gogolesha.
Atë që tha motra. Ka ndruar dritat në ashensor. Kam vënë një ndriçim të bardhë. Motra nuk funksionon. Motra hape de. Nuk funksionon edhe vazhdon e shkej. Unë kam filluar për heqje në Itali. Vetullat, gjithsesi nuk kam patur kohë këtë javë. Dhe ikëm me motrën. Do desha ti të bëje thonjkat, se do shkoj motra të premten, po nuk ishte koha ajo goca, kështu që s'ka që do i bëj në Itali. Thjesht këtu në Greqi mi bëjnë më mirë. Ajo gruaja që bëjnë në Itali nuk bën një super punë. Plus janë shumë më të shtrenjta në Itali, e keni vetë parasysh. Ku është makina? Sa po të marrë nga vetullat, do vim në shtëpi e do shkojmë në supermarket me babin, se tha mami mungon djathë edhe qumësht. Por do shkojmë që të shkojmë në supermarket, marrë unë edhe një kos bejbash, të marrë një çokoladë, marrë edhe një patatin. Motra që parvajti me babin të kaloj, Kteo quhet këtu që do me thënë. Atë kontrollin. Një kontroll që mundesh të qarkullosh në rrugë. Kur vajti atje ta bëj kontrollin, motra ime nuk ishte marrë as patentën, as kartë identiteti, as ja vajti kështu. Sigur po shkonte për të pirë ka shpirt. Po e bëra punën. E bëra punën. Bëre mutra. Motra ka parkuar këtu, e shikoni sa vend ka hapësirë. Unë kur jam brenda edhe shoh, më duket sikur jemi ngjitur, sikur jemi këtu më duket mua. Pruaje motra. Të bëra. I hoqja, nuk me hoqë shumë bukur e... So cute. Edhe më tha, ti nuk po i heq tani në Itali, i thash i heq. Më tha, nuk ka asnjë lloj forme. I thash, e di, thjesht mi pastrojnë atje ku i heq, nuk ka se më bëj ndonjë formë. Oh, so beautiful and red. You have red skin right now. E di që kjo e di qa. Mire bërën në formën, po mua. Që thjesht më prek lëkurën edhe bëj me kuqe kjo. Më bën Po, të masakron. Edhe më gërvishtu, edhe poshtë edhe lartë, edhe ndihem tani që po më djek lëkura. E more çantën. Kyçe makinën, lere çantën brenda, super fare. Kur ta kuptosh ti do të kenë marrë çantën, do të kenë thyrë edhe xhamin. Prishëm ca lek edhe erdhëm. Kërpudhat janë. Po, ato janë gamuto, ato që kanë. Po, shumë e keqe. Do të tregoj çfarë gjëra morëm. Do habite. Më tregosh mua. Supermarket Holy Grail. Në Greqi supermarketi është më i shtrenjtë se në Itali. Mami kemi harxuar 107 euro e nuk kemi bler ushqime. Molto me strudel, disa qesi me patatina. Kosat e efemerisë time, këtu që kanë edhe çokoladë ka sipër. Edhe në Itali, po nuk janë kjo lloj formë gjaje. Janë me smart e sipër, edhe nuk janë të mira. Në Itali vetëm kosa më pëlqen është grek. Mora kautoni, kush i mban mend, do me thënë që është 30 vjeç si unë. To me portokall. Morëm një nunu gjallë. Babi ka marrë biskota italiane. Unë vin në Greqi e ble ushqime greke. Babi është në Greqi edhe blen mulino bianco që janë biskota italiane. Pak çokolata. Motra ime përfitoi nga rasti që ishim me babi. Mori mask. Morëm këta do provojmë. Është një gjë e re që ka dalë këtu në Greqi. E kam parë në TikTok që provojnë të gjithë. Kam thënë që do jetë super budallallek. Është buk tosti dhe ka brenda mbushje me krem pistake. Është sikur të marrësh buk tosti ta mbushësh vetë me krem pistake. Më e rëndësishme që ka ky holi është kjo. Libri i ri Lena Madas. Pas ka nxjerr 2025-ën libër të ri, edhe e dinin që ja kam lexuar të gjitha, ju kam thënë po jetoni në Greqi e doni të lexoni libër që s'bën të lexoni Lena Madas edhe në Shqipëri mund ta gjeni. E vetëm një gjë që më nda pak bezdjes që është mjaft i vogël. Librat e Lena Madas janë gjithmonë të mëdha, kjo nuk ishte aq e madhe. Do desha të ishte më e madhe. Gjithsesi mami nuk ka asnjë reagimi. Është atje thotë të zhan kokën. E mbarota një tapa të aspiratorit. Nesquik! Këto që desha ta haj kur isha e vogël, po besoj që mi blinit Nesquik. Mami sillte ca Kellogg's, kishin pa çokoladë pa zjarr që dikush ja jepte në punë. Çfarë flet me në Lidl blini? E nuk hajshin, nuk ishin të mira. Unë desha Nesquik. I thashë Leanës, unë po e ngra një ditë do has, kam për të ngrënë më shumë se një ditë. Kjo është e keqja, kur ik në ilë sirtarët plot, ble dhe ne nuk i ham. Tërtoj ble ti nuk i haj, provon. Ti është në aty jetë blera. Edhe i thash unë ja do hashti, më tha por e do ha unë, e tha po sa ngra unë i ha mami këto, tha s'ka problem. Ashtu tha Leana. U zdigje. Amita me karota moll portokall. Ka marrë babi një 10 Monster, e keni vetë parasysh. Morëm një kështu me limon, një qumësh, morëm një akullore Nirvana që nuk ekziston në Itali. Eliana mori këtë kremin e trupit, i tha shumë ta marr, është shumë i mirë. Po ta gjeni, provojeni. Bërë shumë aroma që kanë, një ideja është. Edhe në Greqi kur ble feta, mund t'i kërkosh shëllirë. Është gratis, nuk e paguan. I pe fridi atë që hoqë bukur, nuk e bari bukur. Faleminderit. Zoti trujt. Ka himon. Ketula këtu po përgatit ushqimin që i kërkova, që i kisha kërkuar edhe herën e kaluar që erdha. Xukine, kungulleshka, të mbushura do i bëjmë me këto gjërat me oriz edhe me mish të grirë. Në Shqipëri nuk i bëjmë këtë si ushqim. Mund
mund ta bëjnë tani që kanë erdhur shumica në Greqi. Po, edhe po. ndoshta ka hyrë, po nuk e kishim. Nuk ne e në kishit, traditën atë po themesh ushqim grek. Edhe mua më pëlqen tepërsh nga të preferuarat e mi. E i thash mami ta bëjmë tani që jam në shtëpi ta shoh, që të mundojmë ta bëjë të shtëpia se më pëlqen shumë. Deri këtu e kuptoj si procedurë, është okay. Pastaj shohim. 100. Çfarë do haj unë? Çfarë do haj me motor? Ta ha tani apo do përvëllojmë? Shumë të mira janë këtu la. Mund të ble po mund të në këserash. Pra, ti nuk din të hash. Ti ke ngrem për dark, patatina edhe Coco Pops. Kjo nuk quhet pushim, nuk quhet ditë të ha. Po haj një plak Coco Pops. Ja, se pastaj motra thot për mua që ri haj në dark patatina, çokoladë i përzit të gjitha. Ja ç'a bën motra. Hangri atë gjellën që bëri mami, pastaj hangri Coco Pops e pastaj po han patatina. Kush është? Ka hyr Eliana brenda me. Hajde natë.